reflekton një jo seriozitet të atyre personave apo zyrtarëve, qoftë ai edhe kryeministri në këtë rast, cilët publikisht kanë shpërnda informatën ose lajmin se po prodhohen dronë në Kosovë. Nëse është bën në kohën e fushatës pra deklarimi ose vizita e kryeministrit në detyrë në atë fabrikë, pra, unë mendoj që kjo më shumë i takon pra procesit fushatës se sa një realitet objektiv, nga se po t'ishte vërtet kjo, po t'ishte një realitet objektiv, atëherë ministri i mbrojtjes nuk do duhej del me këtë deklaratë siç ka dalë. Për mua ka bo mirë që opinionin e gjerë ka sqaruar se Ministria e Mbrojtjes nuk është fare ndjeni për prodhimin e ndonjë droni apo kategorie të fluturakëve pa pilot në Republikën e Kosovës, që për mua është konstatim dhe qëndrim zyrtar, me që bëhet fjalë me deklaratë dhe sqarim i ministrit, sqarim i zyrtarit më të lartë, një dikasteri në këtë rast, dhe kësaj nuk lën më dilema, nuk lën më huti apo paqartësi se a është duke prodhuar apo nuk është duke prodhuar. Sepse realisht shiquar prodhimi një mjeti ushtarak, në këtë rast një mjeti pa pilot, fluturake pa pilot, dhe cila mund përdoret edhe për destinacione ushtarake dhe luftarake, atëherë do të ishte jo serioze dhe asesi do të ishte pa kuptueshme dhe asesi e akceptueshme me u zhvillu një fabrikë, një prodhim, e Ministri i Mbrojtjes me hudh poshtë, me deklaru se nuk është ndjeni fare Ministria e Mbrojtjes. Pra, kemi të bëjmë një kontradikcion të lartë apo të thellë, pra edhe konstatimi jemi është tani që nuk kemi të bëjmë me asnjë dron, as prodhim dronësh në Kosovë, nga se Ministria e Mbrojtjes, ministri i pari kësaj ministrie, një mënyrë apo tjetër ka hudh poshtë këtë tezë, ose këtë konstatim, ose këtë lajm që është. Po, a është përdorur për populizëm kjo çështja e dronëve? Nëse s'është e vërtetë, ministri hudhi poshtë, po dal logjikisht, rrjedh logjike që është përdorur për fushatë. I është përshtatër fushatës vetëndosur? Nuk i është përshtat, po është shërby si ngjarje për fushatë, sepse ndryshe nuk mund ta pranojmë kur ministri i Mbrojtjes thotë nuk dim ne dhe nuk kemi të bëjmë me atë prodhim ose atë seri prodhimesh, nuk kemi bëjmë fare. Në të kundërtën, po që se vërtet prodhohet droni në Kosovë, në Gjilan dhe dronët në shumës, atë ministri ose do duhet të lejë detyrën, nëse kjo është vërtet që prodhohet, ose do t'i besoj ministri. Unë në këtë rast e zgjedh dytën, i besoj ministrit. Po, Zoti Islami, nëse po na dëgjon, jemi duke diskutuar